Deputetja bosnjake Duda Balje, e cila është përfshirë në një audioincizim me të dyshuarin për spionazh për Serbin, Fatmir Sheholli, ka mohuar se biseda me të ka pasur qëllime antikombëtare. Për incizimin që është publikuar nga televizioni publik, Balje ka thënë se është i vjetër më shumë se 6 vjet në kohën kur ka qenë funksional grupi multietnik. Ajo ka implikuar lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Albin Kurti në këtë publikim. Ka thënë se kjo është goditje nga partia më e madhe për shkak të mos bashkëpunimit me ta. Nëse vërejat unë jam duke përmendur grupin 6+, i cili nuk ekziston që një kohë gjatë, incizimi është i vjetër, zëri im në këtë incizim është vetëm në fillim, kur unë e konstatoj se nuk kam asnjë kontakt me asnjë, nuk kam komunikuar me asnjë dhe jam koncentruar në bisedën me grupin tim parlamentar. Pastaj fillon biseda me personin e dytë, Amir Rustemović, i cili ku punon tash. E për kë punon, unë nuk e di, ka thënë ajo. Balje e ka shtuar mëtej se s'ka kontakte me asnjërin prej personave të përfshirë në video incizim. Mëtej thot se me aq sa i kujtohet, tema ka qenë vehabizmi. Ajo ka theksuar se nuk ka deputet nga grupi multietnik që nuk ka bashkëpunuar me Shehollin në kuadër të aktiviteteve të tij në institutin për avancimin e marrëdhënieve ndëretnike. Unë tash nuk jam shumë e sigurt, por temë kanë qenë vehabistët me të cilët ne në Prizren kemi pasur shumë problem dhe kjo ka qenë tema, mendoj. Me zotin Sheholli nuk ekziston asnjë deputet i komunitetit i cili nuk ka biseduar me të. Jam e bindur për këtë sepse ka pasur një institut për komunitetet dhe këto kanë qenë arsyet sepse shpesh ka biseduar me ne, ka deklaruar deputetja e Kuvendit të Kosovës. Duda Balje thot gjithashtu se s'ka kontakt me asnjërin prej personave që janë në incizim dhe se angazhimi i saj si deputete asnjëherë nuk ka qenë kundër interesit të shtetit të Kosovës. Unë nuk e di çka ka bërë e te ka bërë Sheholli, se jam kompetente të bëj ndonjë deklarim, por dua të them se nuk e kam asnjë kontakt me asnjërin prej personave që jam në incizim. Asgjë nuk kam bërë të keqe, dua të them që 4-5 mandate që jam deputete, me plot përgjegjësi mund të them se asnjëherë, asnjë gjë, bile edhe të vogël, nuk kam bërë unë kundër shtetit tim, Kosovës, asnjëherë, ka theksuar ajo. Sipas saj, pas mos bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje në legjislaturën e re dhe tentativave për të krijuar qeverinë Kurti 3, kjo është një goditje e dytë që i vjen nga kjo parti. Në këtë mandat prej momentit kur unë kam vendosur të mos e përkraj lëvizjen vetëvendosje, këtu është praktikisht goditja e dytë. Tek e para ma kam prekur familjen, prindrit dhe fëmijët, e tash personalisht në meje, ka shtuar më tutje ajo. Reagimi Duda Baljes vjen pasi të premten televizioni publik e publikoi një audioincizim të dyshuarit për spionazh Fatmir Sheholli me 2 persona, për të cilët fillimisht nuk ishte bërë ditur se cilët janë. Aty Sheholli dëgjohet duke pohuar miqsinë e tij dhe lidhjet e forta me listën serbe dhe Milan Radojčić. Fatmir Sheholli është arrestuar të njëjtën nga policia e Kosovës me asistencë të pjesëtarëve të Agjencisë së Kosovës për inteligjencë në ndyshimin për spionazh për llogari të bija serbe. Në fillim të viteve 90-ta, Sheholli ka qenë pjesëtar i sigurimit shtetëror të Serbisë, i njohur si UDB-ja. Në paraqitjet publike ai ka thënë se pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës, SHIK, por edhe ka pranuar se ka punuar si inspektor i UDB-s në vitet e 90-ta. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e sigurisë një muaj para burgim për Fatmir Shehollin të arrestuar për spionazh për llogari të Serbisë. Fatmir Sheholli u arrestua të njëjtën në mëngjes në një operacion të urdhëruar nga Prokuroria Speciale në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Sheholli dyshohet se ka mbledhur informacione për kinse pronat e uzurpuara të serbëve në Kosovë dhe në të njëjtat informacione i ka përcjellë te bija përmes komunikimeve telefonike. Sipas prokurorisë, Sheholli, sipas udhëzimeve dhe planeve të Dimiçit, më 26 shtator të këtij viti në Mitrovic të Veriut, kishte marrë materiale, audio dhe transkripte të bisedave të zyrtarëve të Ministrisë për Komunitet dhe Kthim, që dyshohet se janë komprometuese, si edhe një shumë të hollave, si shpërblim për publikimin e tyre, të cilat pastaj ka publikuar në mediat online. Sipas prokurorisë, me këto veprime me dashje dhe vedije, Sheholli ka ndihmuar bijan serbe duke zbatuar udhëzimet e tyre dhe rrjedhimisht ka cënuar sigurinë dhe rendin juridik të Kosovës, e pa ashtu edhe integritetin e zyrtarëve dhe qytetarëve të saj. Me këto veprime, Sheholli dyshohet se ka kryer veprën penale spionazh nga neni 124, paragrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ndërsa sipas prokurorisë gjatë mbastisjeve të policisë së Kosovës më 9 tetor 2025, në banesën e Shehollit janë sekuestruar një numër i pajisjeve elektronike, dokumentacion dhe sende të tjera të cilat do të dërgohen në ekzaminim.
Sakaj, sipas burimeve të betimit për drejtësinë, audioincisimet e siguruara nga Sheholli thuhet se paraqitet edhe deputetja Duda Bajle dhe një person me emrin Amir Rustemović. Betimi për drejtësi ka telefonuar personin e quajtur Amir Rustemović, i cili ka thënë se në këtë audioincizim është vetë ai dhe deputetja Duda Balje. I pyetur nga gazetarja nëse është ai në incizim bashkë me deputeten e Kuvendit të Kosovës, ai ka thënë po, jam edhe me Fatmir Shehollin. Kur është pyetur se çfarë është biseduar në këtë takim, Rustemović është shprehur se nuk mund të flasë pasi sipas tij ai është person i shtetit. Zonjë, jam njeri i shtetit, me shtetin jam 25 vjet, nuk muj unë ashtu me telefon, si jam unë Dallaveregji ose dikush tjetër. Jam edhe i organeve, ka thënë ai pa treguar se çfarë pozite mban kur thotë që është person i shtetit. Tutje kur pyetet për raportin me Duda Baljen, ai sërish nuk tregon se çfarë raporti ka me deputeten. Për Dudën, çka me bo, s'ka shumë fjalë, ka thënë ai. Sa kaq betimi për drejtësi ka telefonuar disa herë edhe vetë deputeten Duda Balje, por ajo nuk ka qenë e qasshme. Përgjigje nuk u ka kthyer as me mesazh. Lidhur me atë se kur është zhvilluar ky takim dhe çfarë është folur tjetër në takim, Rustemović thotë se është sekret. Këtu është sekret, sekret është valla, sekret është pyetje për 1 milion euro, ka thënë ai më tutje. Ndryshe sipas raportimit të transmetuesit publik, audioincizimi dëshmon për lidhjet e Shehollit me listën serbe, i cili thotë se ka raporte të mira me Milan Radojčić. Kam përkrahje jashtëzakonisht të madhe nga lista serbe në gjithçka. Është mjaft e çuditshme në opinionin, por nga ana tjetër, unë po hapem këtu me ju që të dilni me kënd. Dëgjoj duke thënë Sheholli, bravo ju qoftë, bravo, thot në anën tjetër bashkëbiseduesi i të arrestuarit për spionazh. Ndërkohë vetë Sheholli shton më tutje, miku im i madh është Milan Radojčić, miku im më i madh dhe miku i tyre është. Kjo që po ndodh që po flasim për të marrë me rezervë, mos fol për ta ashtu siç ke folur deri tani.